Lopën do ta thernin, ajo iku dhe u fsheh në një ishull të humbur. Duket si një film, por ka ndodhur vërtet në Poloni. Një fakt shumë i çuditshëm, që duket sikur lopa e kishte kuptuar. Një lop e racës limuzin, e njohur për mishin e mirë. Në Nisa, në një qytet të Polonisë me rreth 50.000 banor, një fermer pasi mbushi kamioni me lopët që i kishin porositur, ai u përgatit që të nisej në qytetin fqinj. Por njëra prej lopëve rrotulloi dhe sillej në mënyrë të çuditshme. Pastaj ajo filloi që të qante e të bërtiste. Për momentin fermeri nuk i kushtoi shumë rëndësi, por pasi i kishte hipur lopët të gjitha në kamion dhe nuk e kishte mbyllur sportelin ende, lopa kërkoi që të zbriste. Ai e shtiu fort dhe mbylli sportelin, pastaj u nis. Veçse gjatë rrugës lopa doli vet nga rimorkjoja. Ajo u hodh nga kamioni dhe iku në drejtim të paditur. Fermeri u shpreh se ndoshta e kishte kuptuar që po e çoja te kasapi. Ai pasi dëgjoi zhurmën e pa që u hodh dhe ndaloi kamionin, por nuk mundej që të kthehej mbrapsht, sepse aty rruga ishte e ngushtë dhe pasi e la kamionin me 4 sinjale të ndezur, shkoi vrap të kërkonte lopën. Por kur e pa, ishte shumë larg. Lopa ikte vrap në përmoçale. Në periferi të këtij qyteti, në Nisa, gjendet një liçen i madh. Pikërisht këtu, në Nisa, në periferi të qytetit, gjendet një liçen i madh, ku brenda tij ka disa ishuj të vegjël. Dhe për çudinë e fermerit, kur lopa e pa që ai po i shkonte pas, ajo u fut në liçen dhe filloi që të notonte drejt mesit. Pa ju trembur syri fare. Nga krau i djathtë gjeti një nga këta ishuj të vegjël të braktisur dhe lopa notoi drejt ishullit dhe doli atje. Pastaj filloi që të hante bar, sikur mos kishte ndodhur gjë. Por kjo histori nuk mbaron këtu, sepse kur shkuan njerëzit e ndihmës së shpejtë që ta merrnin, sapo ata u afruan, lopa u hodh sërish në ujë, derisa doli në bregun ku ajo ishte nisur, por nga ana tjetër. S'kishte shans që t'i afroheshe, sepse lopa este vrap dhe kushdo që i afrohej e kërcënonte. Ndjekja vazhdoi për orë të tëra, saqë mbërritën edhe televizionet. Bile për lopën zemërfort u mobilizua edhe deputeti Pavel Kukiz, i cili në mediat e zonës tha: "Nuk jam vegetarian, por forca shpirtërore dhe vullneti i kësaj lope për të luftuar për jetën e saj ka qenë vërtet i paçmueshëm. Kështu që kam vendosur që të bëj gjithçka që mundem për të siguruar që lopa të jetojë në një vend të sigurt dhe në fazën e dytë, si shpërblim, do të jap një garanci, një pension afatgjat dhe një vdekje natyrale." Në fakt, ky mesazh preku jo vetëm animalistët, por edhe shumë banor polak që ju dhimps kjo lopë. Veçse ndonse e kapën dhe e çuan në një vend të sigurt, lopa vazhdoi që të ikte, hidhi nga gardhi apo hapte derën, ndoshta mendonte se do ta thernin, por ata sa herë që e kapnin e qellonin me doza anestezie, sepse s'kishin mënyrë tjetër se si ta ndalonin, dhe kjo i shkaktoi probleme në zemër, dhe pas një muaji lopa rebele dha shpirt. Juve, a ju ka ndodhur një rast i ngjashëm me këtë? Unë nuk e harroj kurrë një rast që i ka ndodhur një familjarit ton, i cili kishte rritur një lopë që kur kishte lindur, dhe kur ai e shiti, lopa qau si fëmijë për një kohë të gjatë. Duket sikur zemrat e specieve janë njësoj. Ju si thoni? Pres komentet tuaja dhe ndajeni.